Bujar Plana është risia e listës së kombëtares para ndeshjes së play-offit. 24 vjeçari u zyrtarizua sot ndërsa në prag ishte sfida me Poloninë dhe pikërisht në Poloni shënoi një gol mjaft të bukur për Lekia Dansk. Ishte minuta 11 kur Plana tundi rrjetën pas zhytjes me kokë në zonë, kështu u zhbllokua sfida ndaj Pogoń Szczecin që vlen për javën e 26 të kampionatit polak. Plana, i lindur në Mitrovica, vendosi të përfaqësojë kombëtaren pasi më parë luante për Kosovën. 24 vjeçari është pjesë e Lekia Dansk që nga viti 2024. Kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e parë të play-offit të botrorit 2026 ndaj Polonisë më 26 mars në Varshavë në orën 20:45. Trajneri Silvinho ka bërë publike listën me 26 lojtarë të ftuar për këtë përballje, si edhe për ndeshjen e mundshme ndaj fituesit të çiftit Suedi-Ukrainë më 31 mars. Një nga risitë e paralajmëruara në këtë listë është qendërmbrojtësi Bujar Plana, 24 vjeçari i cili në të shkuarën është aktivizuar me Kosovën U21 dhe atë U19. Ka vendosur që të vesh fanellën kuqezi. Por kush është Plana? I lindur në Mitrovic, Plana e ka nisur karrierën po në atë qytet. Në vitin 2020, kur ishte vetëm 18 vjeç, mbrojtësi ka debutuar me ekipin e Trepça 89, por në të njëjtin vit u largua nga ata. Në merkaton e asaj vere, Plana firmosi për Ferronikelin duke bërë mjaft mirë në një vit e gjysmë që qëndroi aty, paraqitje të tjera në sy të ekipeve big të Superligës së Kosovës, teksa në janar të vitit 2022 ai firmosi me Prishtinën. Një sezon e gjysmë qëndroi në kryeqytet pasi rritja e nivelit të performancave ra në sy të ndërkombëtarëve. Klubi kroat i Slaven Belupo përfitoi nga mosrinovimi i Planës me Prishtinën dhe rrëmbeu atë falas. Një vit mjaft i mirë në Kroaci, duke treguar qartë se ishte rritur dhe pjekur mjaftueshëm në aspektin sportiv. Në verën e 2024-s, Plana bëri një lëvizje surprizë duke nënshkruar me polakët e Lekia Dansk. Pavarësisht ofertave nga elita e futbollit kroat, ai zgjodhi aventurën në Poloni, ku ishte edhe piknisja e ftesës së sotme. Në rang kombëtaresh, mbrojtësi është aktivizuar me Kosovën U19 dhe atë U21 në total 7 ndeshje, por kurrë nuk e pati besimin e ekipit të parë të përfaqësueses Dardane, pavarësisht se po tregonte veten më së miri në futbollin polak. Por atë që meriton e merr, edhe pse ndonjëherë më vonesë. Tani 24 vjeçari është pjesë e kombëtares shqiptare pikërisht në duelin përballë Polonisë, të cilët i njeh mjaft mirë në pritje të minutave në mos në këtë play-off, duket se ka fituar besimin për të treguar veten në një të ardhme të afërt.